Lidhe me këtë pikë, se padyshim është shumë e rëndësishme. Kjo pikë është shumë e rëndësishme dhe pikat më të rëndësishme që kanë qenë në këtë periudhë është ligji i investime strategjike, i zonave të mbrojtura dhe tani paketa male. Po. Tani unë vin nga Alpet, i Malësisë Gjakovës, kam qenë deputet 2001-2005. Kam iniciuar në Parlamentin e Shqipërisë dhe në Parlamentin e Kosovës korridorin Adriatik Alpe, Shëngjin-Gjakov. 20 vite, vetëm rrena të atyre që erën pas meje. 78 deputet të Parlamentit të Kosovës e 73 deputet të Parlamentit të Shqipërisë kanë hedhur firmë për të bërë korridorin Adriatik Alpe, Shëngjin-Gjakov, 80 km në orë, 160 km është Gjakov-Shëngjin. Pra, për 2 orë, rrafshi Dukagjinit, nëpërmjet luginës së Drinit, del në Shëngjin. Korridor turistik, hidroenergjetik dhe një rrugë e shpejt për të nxjerrë rrafshin Dukagjinit e Kosovën në portin e Shëngjinit. Ti thuaj ç'lidhje kanë këto. Kjo rrugë është sapo duhet tani, ne ka dalë një projekt tjetër që do vinë nga Dukagjini, do sillet nëpër Alpe për të dalë nga Valbona në Theth. Pra, ç'është ky projekt tani që ka dalur? Dhe kryeministrin e dëgjuam. Tha, do bëjmë investim, u kthye në vendin e krimit. Vjet ka shem. Pse të krimit? Do që aty ka shem, i ka çuar fedromat dhe ka rrafshu Thethin. Dhe Thethin do ta ndërtoj si por ndërtimi dhe pa leje që u bën tani të re. Strategjisë të tij. Dhe në Valbon ka bërë ka shem disa ndërtime, po asnjë të oligarkëve. I ka shem disa ndërtesa të fukareve. Po si për saktë? Po shkojmë mandej, po në gjoftë tërpojnë tani. Po shkojmë mandej. Sepse Aristoteli thot jeta rrjedh nga rrjedhin lumejt. Alpet ose lumejt, ku bashkohet Drini me Valbonën, takohesh me perëndit e Skelit, thot një studios, Robert Elsie. Dhe ajo është në prerë të Alpeve. Tani po shkojmë mandej të lumin i Kajmërturit. I keni ndjekur dhe ju i keni përcjell. Nga lum e kanë kthyer përrua për t'i bërë diga. Edhe Valbonës i kanë pas parashikuar disa diga me bë hidrocentrale dhe me aprish bukurinë Valbonës. Dhe tani këto tre kush i bëri këto faktikisht? Do të flet jemi çik më konkret. Ti ishe deputet, në kohën që ishe ti deputet, ne nuk vinim dot në Valbon, se s'kishte rrugë. Po s'kishte rrugë. Edhe la të shkret juve. Po ky bëri rrugën aman, e bëri rrugën të mrekullueshme. Prandaj ka e dyta, ne në Theth nuk vinim dot, se s'kishte rrugë. Tani ky bëri rrugën e Thethit. Rrugën. Neve në Vermosh nuk vinim dot gjallë. Zoti avokat. Kaluar llogarat. Dhe ne tani vemi. Të dëgjova me dëgjoj. Vemi në Vermosh, vemi shkëlqyshëm, dimër verë, vemi atje. Tani juve nuk e kuptoj unë. Ju vetëm flisni, por nuk punoni, nuk bëni punë. Të dëgjova dhe tani mund të bëni ndaj punë juve, ju vetëm fol. Të dëgjova dhe me dëgjoj. Po prandaj po them që na thoni diçka. Se ju i thoni fjalë dhe hidrocentralet, kush i bëri mbi Valbon? Kush janë ata që i bën? I nisi Berisha, i firmosi Rama. Jo. Po prandaj është vërtet. Kom dokumentet unë. Kom dokumentet zotëri. I nisi Berisha. Po pra i nisi bashkë janë ata.